në bazën e 136.3 dhe 138.3 të kodit zgjedhor kanë të drejtë që të bëjnë rinumërimin e kutive me qëllimin për të gjetur elemente ose për të gjetur provat me qëllim për të vlerësuar kërkesën e Partisë Demokratike, e cila është kërkesë për pavlefshmërinë e procesit zgjedhor. Dhe në bazë të gjithë dispozitave ligjore, këta dy anëtarë kanë drejtë që të rinumërojnë dhe të rivlerësojnë të gjitha fletë e votimit që ndodhen në kutinë e materialeve zgjedhore, po edhe në kutinë e votimit. Nga ana politike, ky proces, përveç se sa shtyn disa ditë në kohë procesin zgjedhor, nuk sjell asnjë gjë tjetër. Ju keni parë deri tani janë numëruar KZZ-t e bashkisë Kamës, do mos gaboj, dhe kemi ndryshime shumë të vogla, sidomos te vota politike. Unë mendoj që ndryshimet do jenë shumë të vogla te vota politike, që do të thotë vota e subjekteve zgjedhore. Në votat e këtyre dy subjekteve besoj që nuk do kemi ndryshime të mëdha. Aty ku mund të kemi ndryshime të mëdha janë te votat preferenciale midis kandidatëve të ndryshëm. Aty besoj dhe mendoj që do ketë ndryshime, por edhe aty jo ndryshime që të sjellin lëvizje mandate. Çka do të thotë? Besoj që mandati i Jorita Tabakut do jetë i salduar dhe ajo do ta marrë atë mandat, por diferenca mandati i Jorita Tabakut nuk lëviz në opinionin tuaj. Me sa shoh deri tani jo, po diferenca mund të jetë pak më e ngushtë, nuk do jetë 2400 vota që është aktualisht, por mund të jetë diçka më pak. Ndërsa mandati i dytë i Partisë Mundësia dhe mandati i 14 i PD-s nuk ka për të lëvizur, domethënë PD nuk e merr dot mandatin e 14, pasi do 1200 vota më shumë dhe Partia Mundësia mos marrë asnjë vot më shumë. Çka ka ndodhur? Ka rezultuar që nga numërimi i 11 majit, PD-ja ka marrë në 11 maj 16 vota më shumë deri tani. Dhe janë hequr 3 vota mundësisë, Partisë Mundësia. Kjo do të thotë që bëhet shumë i vështirë Partinë Demokratike për të marrë mandatin e dytë të mundësisë. Ka penalitete mbi këto raste që shohim, apo është marzhi i gabimit? Në informacionin tim 2% është i lejueshëm, thon marzhi i gabimi, por nuk ka në kod zgjedhor një përcaktim të tillë. Nuk ka një përcaktim të tillë, po patjetër që ka marzh gabimi. Do të kuptojmë që numërimi bëhet pjesa më e madhe e numërimit bëhet në orët e vona të natës, duke filluar ora 12 të natës deri në ditët e mëngjesit. Edhe do të kuptoni që këta kanë qenë komisionerë gjithë ditën, vjen numërues gjithë natën, lodhja, domethënë janë të strapatsuar, janë njerëz të cilët edhe çik të demoralizuar janë, me thënë drejtën. Po, edhe presioni, plus që edhe fleta votimit me 37 kandidatë. Do të kuptosh, do marrësh votat e PD-s, do vlerësosh votat e PD-s. Do të bësh 37 lloj fletësh. E hodhën e një vend, e çove në një vend, domethënë gabime ndodhin. Dhe patjetër që është gabim, ka dhe gabime njerëzore të cilat vlerësohen nga komisionerit dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe patjetër që mund të ketë masë administrative ose mund të ketë një vërejtje ose diçka tillë, po kjo nuk ndikon në rezultatin kryesor. Ndërsa kur në një kuti votimi lëvizin 10 vota nga një kandidat e kandidat tjetër ose nga një subjekt në subjektin tjetër, kjo nuk është më brenda marzhit të gabimit, kjo është vot e orientuar, është marrje e votës dhe tjetërsimi i votës qytetarëve. Nëse qëndrojmë në këto zhvillime, nëse shikojmë që mund të ketë, e marrim hipotetike, mund të ketë një orientim të votës, mund të ketë manipulim të votës, në atë kohë hyn spaku në lojë apo nuk hyn spaku, nuk është nga ato vepra që ndiqet nga spaku. Këto janë vepra që ndjek prokuroria e jurisdiksionit të zakonshëm, të cilat aty ku ka qenë jurisdiksioni, për shembull për kutitë e Tiranës, e ndjek prokuroria e Tiranës. Në mos gaboj për kutitë e Kavajës, është ajo e Durrësit, në mos gaboj, po, se e ka jurisdiksionin Durrës, domethënë. Mund të jetë qarku për votat, por jurisdiksion po penal, ndërsa për fjerin e kafierit e kështu me radhë. Që do të thotë që nuk është spaku, nuk është nga ato vepra që ndiqet nga spaku dhe që mund gjykohet edhe hetohet nga GKK-ja. Avokat, treni bullgar sikur nuk po e shohim, pavarësisht se ishte si kartë e opozitës, kartë e fortë, zoti Berisha pothuaj del në aty me ekran, tregon momente. Treni bullgar ka rënë apo ka rënë teza e zotit Berisha? Nuk ka qenë kurrë. Ka qenë treni bullgar është një fiksion i zotit Berisha dhe ata personave që e ndjekin, të cilët nga nevoja për të gjetur një sebeb shpikin këtë gjë.
ndërkohë që në gjatë gjithë ditës zgjedhjeve nuk u përfol dhe nuk u perceptua që mund të kishte një situatë të tillë. Qofse do kishim realisht një problematik të tillë ka zgjeruar, Partia Demokratike ka gjithë burimet njerëzore për ta certifikuar, për ta vërtetuar një fakt të tillë. Dhe ju them që ju të shikoni të gjithë kronikat e ditëve zgjedhjeve. Nuk ka pasur një problematik të tillë. Ditën e zgjedhjeve nuk është përmendur kurrë nga askush në Partinë Demokratike që ka një proces të tillë që është procesi ndikimit të votëve anë trenit bullgar. Nuk është përmendur, është përmendur patronazhimi, po. Patronazhimi është ai që janë ata qytetarët që rrinë afër qendrës votimit, që shikojnë se kush ka hyrë në qendrën votimit dhe kush ka dalë për të bërë ato llogaritjet e vetja numerike që edhe sa vota i duan dhe sa zgjedhës kanë ardhur. Ndërkohë, treni bullgar është një shpikje për të ardhur keq e Partisë Demokratike, e cila nuk ndodh në Shqipëri që nga vitet që nga 92 në mos gaboj, kur qendrat e dhomat e fsheta ishin ndryshe. Ju duhet ta kuptoni që në kohë zgjedhore dhomat e fsheta nuk mund të jenë me perde, domethënë nuk mund të jenë totalisht të padukshme. Nuk lejohet në qendër votimi që dhomat e fsheta që ti të hysh siç është dhoma e ndrimit nëpër dyqanet e rrodhave. Po, njësoj. Nuk mund të jetë ashtu. Është ndaluar me kod. Dhomat e fsheta në Republikën e Shqipërisë janë ato kutita kartone. Vetëm ato lejohen të jenë dhomat, përdoren si dhomat e fsheta. Përdoren si dhomat e fsheta. Ishte vetëm një rast sporadik në dushk që ishte atje fshehur, ishte me dollap mas dollapit. Dhe ajo nuk ishte, edhe ajo dallohej se si votonte. Po ishte thjesht si rast për tu përmendur. Edhe ajo përmend, domethënë imagjino, ajo doli në televizion kombëtar, një gjë e tillë, imagjino të ndodhte një fenomen i trendit bullgar në gjithë qarkun ose në gjithë Shqipërinë që do përmenden në mënyrë masive në gjithë televizionet kombëtare. Po unë po them që është e pamundur fizikisht që të ndodhë. Ajo mund të ndodhë vetëm me miratime e gjithë komisionerëve të Partisë Demokratike, po s'ka pse bëhet treni bullgar, ka forma tjera. Bie qytetari i qendrës votimit, e certifikohen, jep gishin dhe thu ik në shtëpi se ta plotësoj unë fletën. Po nëse ke gjithë komisionerët, pse du ta bësh me tren bullgar pa tren bullgar? Treni bullgar është një shpikje e imagjinatës zotit Berisha dhe të personave të tjerë që e rrethojnë atë për të justifikuar humbjen shumë të rëndë që ka pësuar Partia Demokratike. Avokat, po bën sens që këta të kenë pasur informacion për trenin bullgar dhe tashmë të kërkojnë dhe rinumërimin. Se ata për shembull mund të kishin luksin mos ta kërkonin rinumërimin dhe mund ta vazhdonin pafund fabulën e trenit bullgar. Se ka disa, po them, handikape analitik në këto ngjarje. Sali Berisha bëri gabim strategjik, kaloi nga problematikë zgjedhore në nivel qendror ose në vjedhjen masive, zgjedhjen farsën zgjedhore që ishte fare i qeverisë. Po. E kaloi në proces administrativ, që do të thotë me rinumërimin e votave dhe me rihapjen e kutive, ai e ka kaluar problemin në administrimin e zgjedhjeve. Por në fund ditës kush e bën administrimin e zgjedhjeve? Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve ngre duar, thotë nuk është proces që organizoj unë. Unë e organizoj vetëm nga ana rregullave. Por njerëzit e involvuar në proces janë partjak. Janë propozimi i Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Unë thotë si komisioner, unë nuk mbaj përgjegjësi për këta njerëz. Unë mbaj përgjegjësi për administratën time. Pra, nëse është futur durt në proces, nëse nuk janë respektuar rregullat, nuk janë respektuar dispozitat e kodit zgjedhor dhe nuk janë vjedhur votat, janë tetërsuar gjatë numërimit, është faj partive politike. Edhe Sali Berisha e hoqi fajin nga qeveria, e hoqi fajin nga farsa elektorale dhe bëri farsë zgjedhore brenda subjekteve. Domethënë, të dy subjektet e mëdha kanë vjedhur